Tirana zyrtare sheh dorëshja e ministrave dhe shefit të shërbimit sekret të Maqedonisë një lëvizje politike të kryeministrit Gruevski për të qetësuar situatën në prag të protestës së opozitës. Ky është leximi i ngjarjeve të fundit në Maqedoni, sipas sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme Kyriako Qirko, gjatë një raportimi në Komisionin Parlamentar. Qirko ka sqaruar se të martën pasdite ka thirrur në takim edhe ambasadorin e Shkupit në Tiranë për t'i kërkuar informacion në lidhje me ngjarjet në Kumanov, e veçanërisht për popullsinë shqiptare. Janë ndër figurat kryesore që janë atakuar edhe nga opozita në kohët e fundit dhe është një mas politike që ndoshta nga ana e Gruevskit mendohet të ulet tensioni, pasi datën 17 do të ketë një demonstrim nga ana e opozitës, e cila pritet të ketë për masa. Ndoshta dhe në ditët dhe në orët në vijim do të kemi zhvillime të reja përsa i takon edhe faktorit shqiptar në Maqedoni. Por fokusi i mbledhjes së komisionit ishte dekreti i presidentit të Republikës që refuzoi të miratoj ligjin për shërbimin e jashtëm. Opozita kërkoi votimin pro dekretit të kreut të shtetit duke lëshuar akuzat të ashpra ndaj ministrit Bushati, por mazhoranca e rrëzoi presidentin, edhe pse kryetarja e komisionit Arta Dade shprehu të njëjtat rezerva për heqjen e kuotave në emërimin e ambasadorëve mes kandidaturave politike dhe diplomatëve të karrierës. Ne si mazhorancë qëndrimin ton lidhur me votimin e kemi të qartë. Jemi shprehur se kemi votuar një herë. Meqense kemi dhe një 10 ditë kohë, do të bëjmë një përpjekje sepse ju e dini shumë mirë që kemi pat një propozim të zotit Blushi, ne gjithashtu kemi patur propozimet tona. Shpresoj që një orë më parë të ndryshohet ai ministër që ka bërë këtë ligj. Miratimi i ligjit për shërbimin e jashtëm u shoqërua me debate të forta brenda shumicës qeverisëse, pasi anëtarët e Komisionit të Jashtëm kundërshtuan heqjen e kufirit që 80% e ambasadorëve duhet vinë nga sistemi dhe 20% nga politika e fusha të tjera. Por pavarësisht kundërshtive, të gjithë në fund respektuan vendimin politik të grupit.